besoj edhe kemi qenë më të përkushtuar në ndaj mësimeve, sepse kemi qenë më të izoluar për të marrë me gjëra të tilla, me lojna online e kështu me radhë. Dhe këtu po vrej tash efekti tek fëmijët të cilët realisht gjatë kohës së tyre, gjatë ditës, për shkak mundësisë me pas qasje në smartphone, një farë forme, një pjesë të bukur të mirë të ditës e kalojnë edhe nëpër këto pajisje. Ndërsa ne kemi pas 24 orë gjumë, ushqim, aktivitete zbavitëse që i kemi bërë gjithmonë jashtë, jemi bërë ka pak edhe me balë, se me pa një fëmijë që i bjen dikun pak balë, thotë hajde vë, jam bërë me balë gjithë ditën e përmend. Domethënë jemi rrëzu, jemi ngrit, na ka lagë besa dhe shiu, tash jemi të po që ky format i jetesës, ideja që mos po na qet dikush në televizor që na pas kanë zonë ku ka bën nomi që na kanë zonë shiu, po i shumë ky insistimi, kolona që po na ndodhin në vazhdimsi gjatë terreneve, ditëve kur janë me më të vështirë, kështu që ka qenë një jetë besoj shumë më pak komplekse, më e lirë, më dinamike, më e gjallë, edhe pse sot duket që jeta është më e gjallë, është më tepër një paraqitje, nëse mu i me thonë kështu, një farë tendence me paraqit vetën, por thell në vetën tonë, po besoj të nisë prej vetës, nuk jemi original si që kemi qenë. Oke, duat të ngrisit temë për diskutim. A jemi të varur për telefonit? A mund temi se jemi bërë të varur për telefonit dhe po jetojmë në varësi nga telefonit? Kush do mund të flisni? Po gjithsesi, ne jemi të varur për telefonit se vetë dinamika jetës, vetë zhvillimi i teknologjisë ta imponon përdorimin e telefonit. Do thotë pak ka persona sot që mujë me thonë që janë me një vend punës. Edhe vetë dinamika ose ka të koncentru vendin e vetë punës aty ku ullet. Për shembull, ku i resulti këtu, e ki këtë hapësinë dhe s'ke me shku dikun tjetër. Edhe pak ka kësi persona. Kështu që vetë dinamika jetës e punës të diktojnë ty që me pas telefonin me veti. Ashtë pa mundur sot me e mendu që pa telefon të mund është me punu ashtu si që duhet, apo me kry detyrën tonë si që duhet. Është pa mundur. Realisht ndojt njëti mendim. Unë mendoj që nuk është veç pjesa Ballkanit apo Evropës, po është një farë problemi global. Pa tjetër është në varësia nga telefonat. Kjo ndodhë për shkak disa arsyeve, pse po ndodhë kjo varësi, për shkak se algoritmat janë të pajisur me atë lloj inteligjencë psikologjike që ty vazhdimisht të mban peng të interesit të asaj që ti kërkon. Shembull, nëse ti kërkon një orë, algoritmi të përditëson vazhdimisht faqet që posedojnë ora, që të një farforme edhe përkundër fakti që dëshiron me menaxhu kohën, e kitë pa mundur, sepse zgjon interes algoritmi në interesin që ti po e paraqet fillimisht. Kështu që kjo ndikon aspektin psikologjik në shumë forma. Për shembull, ndikon e dopaminën, ku ne marrim një lloj niveli të ulët të kënaqësisë përmes lajkave, mesazheve, njoftimeve e kështu me radhë, dhe kjo një farforme na vet kënaq për faktin që neve po i marrim këto par benefitesh, nëse mu i me thonë kushtimisht. Po ka foli për varësi për shkak se do të kryjm punë, po a ka dhe një varësi tjetër, jemi në telefon edhe kur shkryjm punë? Besoj që nëse ti e shfrytëzon telefonin për me kry punë, nuk e besoj që është në varësi. Është një mekanizëm shumë efikas dhe produktiv për faktin që ti po e shfrytëzon në të mirë të interesit që ti ki, qoftë marrëdhënie punë në aspektin personal, profesional. Po në qoftë se ti vetëm bën klikime koti apo shikime në mënyrë të pa kufizuar sa i përket minutazhit kohë, atëherë besoj që kjo është pjesa e varësisë. Ose për shembull, sjellja kompulsive. Na e shohim që e bëjmë një sjellje të përsëritshme, edhe jemi të informuar për dëmin që po krijon sjellja jon, po vazhdojmë me e bë. Kjo është pjesa ku neve na çon alarmin që jemi tu kalu në stadin e varësisë nga teknologjia.